Një ngjarje pazakont në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gruaja lind gjatë fluturimit vetëm 30 minuta para uljes së avionit. Pasagerët në një fluturim të Delta Airlines në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshmuan një ngjarje të papritur por të këndshme. Një grua lindi ndërsa avioni ishte në fluturim. Rreth 30 minuta para se të mbrinte në destinacionin e tij ku bëri një ulje emergjente, njoftoi dje linja ajrore amerikane. Gruaja shtatzan hipi në një aeroplan të Atlanta, Georgia, juglindje, të premten për një fluturim pesorësh për në Portland, Oregon, veri perëndim. Mbërritja ishte planifikuar rreth orës 22 me orën lokale. Sipas linjës ajrore, vajza e vogël me peshë 2.5 kg, sipas raportimeve të medias amerikane, lindi rreth 2 javë më herët se sa pritej, pasi Boeing 737 kishte ende gjysmore kohë fluturimi për të arritur në destinacionin e tij. Media amerikane, veçanërisht Associated Press, publikoi dje foto të nënës dhe të porsalindurit të saj. Falenderojmë ekuipazhin e fluturimit dhe personelin mjekësor, të cilët me shumë shqetësim ishin në bord dhe i dhan ndihmën e parë një pasagjeri përpara se të uleshim në Portland, tha Delta në një njoftim për shtyp të siguruar nga Agence France Presse, duke i uruar familjes së re gjithë të mirat. Antarët e ekuipazhit ndihmuan pasagerin, ashtu si edhe një mjek dhe 2 infermierë, të cilët ishin midis 152 pasagjerëve të tjerë në fluturimin DL 478. 2 pilotë dhe 4 asistent fluturimi të trajnuar për të trajtuar eksperienca të tilla ishin në bordin e avionit. Shërbimet emergjencës në tokë po prisnin për të marrë nënën dhe të porsalindurin pas uljes, e cila ndodhi pa incidente dhe të cilës në mënyrë të kuptueshme ju dha përparësi e menjëhershme nga kulla e kontrollit. Disa linja ajrore vendosën kufizime udhëtimi për gratë shtatzana në disa raste, duke refuzuar të hipi në bordin e pasagjerëve në fazat avancuara të shtatzanisë dhe ose duke kërkuar certifikata mjekësore. Megjithatë, Delta thekson në faqen e saj të internetit se nuk vendos asnjë kufizim të tillë.